Dëgjoni pak, adoleshenca nuk është thjesht një fazë kalimtare, okay? Është fjalë për fjalë një përditësim masiv i sistemit. Nëse e mendojmë trurin si kompjuterin më të avancuar që ekziston, ai po shkarkon kode të reja dhe super komplekse çdo ditë, vetëm e vetëm për të ndërtuar mendjen e së ardhmes. Është një periudhë absolutisht magjike, por për drejt edhe tepër e ndjeshme. Në këtë analizë të shkurtër, bazuar në të dhënat institucioneve si qendrat për kontrollin e sëmundjeve, le të zbulojmë bashkë se çfarë ndodh vërtet brenda këtij sistemi nervor që është ende, në ndërtime sipër. Atëherë, lind pyetja. Çfarë ndodh saktësisht kur një substancë e jashtme, një kod i huaj, le të themi, futet në një rrjet nervor që gjendet në mes të një kantieri të rënd ndërtimi? Sepse ajo që shpesh harrojmë është se ky përditësim software-i masiv në tru nuk mbaron në moshën 18 vjeç, por vazhdon thellë deri diku rreth moshës 25 vjeçare. Deri në atë moment, truri është një hapur, po formon miliona lidhje të reja dhe po stabilizon rrugët e komunikimit. Të fusësh një kod të huaj në këtë fazë kaq delikate, mund të shkaktojë ndryshime vërtet të thella në të gjithë arkitekturën e tij. Pikërisht këtu hyn në lojë delta 9 të HC-ja. Dhe jo, nuk po flasim thjesht për një ekstrakt të padëmshëm natyral nga një bim. Nëse flasim gjuhën e trurit, të HC-ja vepron si një kod kimik jashtëzakonisht i fuqishëm që shkon dhe lidhet direkt me receptorët nervor. Substanca fjalë për fjalë mbishkruan sistemin natyror të përpunimit të informacionit. Ajo ndryshon humorin, mënyrën se si mendojmë dhe si e perceptojmë realitetin përreth. E thënë thjesht, bëhet fjalë për një hakerim të përkohshëm, por shumë agresiv të sistemit nervor. Tani, mbajoni fort sepse këtë të dhëna janë pak a shumë tronditëse. Kanabisi, për cilin flitet sot, nuk është fare, por absolutisht fare, i njëjti me atë të gati 30 viteve më parë. Për ta vënë pak në perspektivë, në vitin 1995, forca mesatare e THC-s ishte nën 4%, kurse në vitin 2022, shifra ka fluturuar në mbi 16%. Jemi duke folur për një goditje të 4-fishuar të sistemit nervor. Është një shok i papritur dhe masiv për një organizëm të ri. Pse është kaq i rrezikshëm ky përqendrimi i lartë sidomos tani gjatë adoleshencës? Mendojeni kështu, një tru i rritur është si një sistem operativ i qëndrueshëm. Ai funksionon mirë dhe rreziku për ndryshime të përhershme në strukturë është shumë më i ulët. Por, truri në zhvillim është fjalë për fjalë si një version beta i një aplikacioni. Është ende i hapur, po testohet, po programohet dhe pikërisht për këtë arsye mbetet jashtëzakonisht i cenueshëm ndaj dëmtimeve që mund të mos riparohen kurrë, sidomos në zonat e kujtesës dhe në aftësinë për të mësuar. E dini atë momentin kur telefoni fillon të ngrijë apo ka atë lagun e bezdisshëm sepse keni lënë hapur 20 aplikacione të rënda njëkohësisht? E njëjta gjë, po fikse njëjta gjë, i ndodh edhe funksioneve njohuse të trurit. Kërkimet tregojnë se këto efekte reflektohen si gabime ose glitches në sistem. Flasim për një ngadalësim në përpunimin e informacionit, harrime të shpeshta, gabime në koordinim dhe një vështirësi të tmerrshme për të mbajtur vëmendjen. THC-ja thjesht i frenon këto procese kritike, duke futur defekte serioze në përditshmërinë tuaj në shkollë apo kudo tjetër. Dhe e keqja nuk marron vetëm me një rënje të notave apo mungesë vëmendje. Kjo është pak e rëndë, por duhet thënë, qendra për kontrollin e sëmundjeve thekson qartë një lidhje shumë më serioze. Ata paralajmërojnë se përdorimi i hershëm dhe i shpeshtë i kanabisit lidhet me pasoja të forta në shëndetin mendor. Individët që përdorin në këtë fazë delikate të zhvillimit rrezikojnë më shumë të shfaqin gjendje të rënda, si psikoza e përkohshme, e madje edhe çrregullime të përhershme mendore, si skizofrenia. Është një ndërhyrje e frikshme në ekuilibrin emocional të dikujt. Ndoshta keni dëgjuar lart e poshtë mitin se nuk mund të krijosh varësi nga kanabisi. E po, faktet flasin ndryshe. 3 në 10. Përfytyrojeni pak këtë. Rreth 3 në çdo 10 persona që e përdorin, përfundojnë duke zhvilluar atë që mjekët e quajnë klinikisht si çrregullimi i përdorimit të kanabisit. Pra, nga një zakon që dikush mendon se ka nën kontroll, truri papritur futet në kurth. Bëhet si një algoritëm varësie, nga i cili sistemi e ka tmerrsisht të vështirë të shkëputet. Po si funksionon saktësisht ky algoritëm varësie? Nuk ndodh brenda natës, por kalon në disa hapa vërtet specifik. Si fillim, trupi krijon tolerancë, që do të thotë se kërkon doza gjithmonë më të larta për të ndjerë të njëjtin efekt. Më pas vijnë përpjekjet, zakonisht të dështuara, për ta lënë. Hapi i tretë e gjen veten duke braktisur gjëra që dikur të pëlqenin pafund, si pasionet e tua apo daljet e rëndësishme. Dhe në fund, kur përpiqesh seriozisht ta ndërpresh, sistemi reagon shumë keq me simptoma si ankthi, thellë dhe pagjumësia.
mendja mbetet e ngecur në një lup mbyllës. E gjithë kjo histori zbret në një fakt të vetëm me shumë të thjeshtë. Kryevepra, që është truri i njeriut, fjalë për fjalë, nuk mbaron së formuara derisa të arrini diku tek të 25-at. Është një potencial inxhinierik i jashtëzakonshëm, por ama mbetet tejet i brisht. Çdo kod i ri, çdo hakerim i jashtëm nga substancat si THC-ja mund të lërë gjurmë të pashlyeshme. Këto gjurmë pastaj diktojnë se si do të funksionojë ky sistem operativ për gjithë pjesën e mbetur të jetës. Të mbrosh këtë hardware gjatë këtij procesi është absolutisht jetike. Kështu që, në fund të ditës, pyetja që mbetet për tu menduar është kjo. A ja vlen vërtet? A ja vlen të rrezikosh një pajisje kaq unike? Të cënosh kujtesën, shpejtësinë e të menduarit dhe shëndetin tënd mendor, shumë përpara se ky përditësim përfundimtar i trurit të ketë mbaruar plotësisht. Duke parë se si kanabisi ndërhyj në biologjinë tonë, shpresoj që kjo analizë t'ju ketë ndezur një kuriozitet të ri dhe t'ju ketë dhënë informacionin e duhur. Sepse në fund, nuk ka asgjë më të rëndësishme se sa të mbrojmë superkompjuterin më të avancuar që zotrojmë, vetëm mendjen tonë.